Do të kalojmë tani tek filmat sugjerim, do të jemi tek tema e dramës ekzistenciale dhe humaniste, një temë Fix për ty. Mirë, do t'i përmendim si emra dhe pastaj do flasim pak më gjatë për secilin prej tyre. Nisim nga Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore. Vazhdojmë me Fallen Angels i vitit 1995, Von Kar-wai. Vazhdoj me The Lives of Others 2006, Florian Henkel von Donnersmarck. Vazhdojmë më tej me The Tree of Life i vitit 2011, Terrence Malick. Dhe Sing Sing vitit 2023 nga Greg Queder. Mirë, do të flasim pak më gjatë për secilin prej tyre. Do ta nisim me Cinema Paradiso, një super film i vitit 1988, një odë nostalgjie për fuqinë e kinemas që ndje këtë riun Salvatore Toto shkurt dhe miqësinë e tij me projeksionistin e kinemas. Mbaj mend ato filmat me xhirim me film Alfredo, me buxhet $5 milion, arriti fitime prej rreth $12.3 milion në Amerikë dhe $19 milion në Francë dhe mbi 27 milion ndërkombëtarisht pas çmimit Oscar për filmin e huaj më të mirë në vitin 1989. Cinema Paradiso rigjallëroi kineman italiane dhe sot e kësaj dite që flasim mbetet një klasik. Vazhdojmë me Fallen Angels të vitit 1995, një neo-noir me Leon Lai si një vrasës me pagesë që kërkon lirimin nga nëmbota kriminale dhe Karen Mock si agjente e tij e dashuruar fshehurazi. Me kinematografi të Christopher Doyle dhe montazh nga William Chang, filmi fitoi çmime të rëndësishme në Golden Horse për montazhin, dizajnin, skenarin dhe Hong Kong Film Awards për pikërisht po themi kategoritë aktore mbështetëse, fotograf dhe muzikë origjinale, duke u shpërblyer më vonë si një kult klasik i epokës së artë të Hong Kongut. The Lives of Others, një tjetër super film i vitit 2006, kujtojmë dhe një herë regjisorin Florian Henkel von Donnersmarck. Dramë gjermane me Ulrich Mühe si oficer Stasi që spionon një çift artistësh në Berlinin lindor duke zbuluar forcën transformuese që ka arti. Me buxhet vetëm $2 milion, fitoi mbi $77 milion në tregje ndërkombëtare dhe mori Oscarin për filmin ndërkombëtar më të mirë. Shkojmë tek I radhës, The Tree of Life, vitit 2011 me regji të Terrence Malick, një meditim epik vizual mbi ekzistencën me Brad Pitt, Sean Penn dhe Jessica Chastain, buxhet $32 milion dhe fitime $61.7 milion. Premier u shfaq në festivalin e Cannes në vitin 2011, mori aty çmimin Palma e Art, u nominua për 3 Oscar për regji, për filmin, për fotografinë më të mirë, u rendit i pari në listën e Metacritic për vitin 2011 dhe konsiderohet si një nga filmat më të rëndësishëm të dekadës së shkuar. I fundit, por jo për nga rëndësia, është filmi Sing Sing i vitit 2023 nga Greg Queder, një dram burgimi me protagonist Colman Domingo dhe aktor si Clarence Divine Eye Macklin. Filmi pati një buxhet prej $2 milion dhe fitoi mbi 5.1 të tillë. Premier në Toronto International Film Festival dhe debutues në A24 u përzgjodh nga National Board Review si një nga 10 filmat më të mirë të vitit. Mori 3 nominime BAFTA dhe u nominua për 2 Oscar dhe filmi gjithashtu Viola Flet për fuqinë transformuese të artit në një mjedis të burgosurish. Dhe shkojmë tani tek librat që do të sugjerojmë për ju në këtë të mërkur të Kinotekës, Pallati i ëndrave i vitit 1981 nga Ismail Kadare dhe Rruga vitit 2006 nga shkrimtari Cormac McCarthy. Unë po nis me Pallatin e ëndrave për të folur shkurtimisht për përmbajtjen e tij, dhe pse jam e bindur pjesa më e mirë e shqiptarëve e kanë lexuar, le të themi është si një pasaport për të quajtur një lexues i letërsisë shqipe, një alegori distopike e vendosur në Perandorinë Osmane, ku regjistrohen dhe interpretohen ëndrat e qytetarëve për të zbuluar fatin e shtetit, shumë vlerësuar si një nga kryeveprat, le të themi, të Kadares. Ky roman përfshin politikën, psikologjinë, mitin dhe po themi përmason rolin e pushtetit dhe ndikimin e tij mbi ndërgjegjen individuale, e cila është një çështje po aq thelbësore sa te The Lives of Others apo Fallen Angels, të cilët i përmendëm më parë tek sugjerimet e filmave. Pjesë e leximit të domosdoshëm për çdo lexues shqiptar, Pallati i ëndrave hap një dialog pikërisht mbi arsyen për buzjen e pushtetit dhe nevojën për reflektim qytetar, të cilat bëjnë kaq shumë sens edhe në kohën
për cilën ne jemi duke folur apo në cilën ne jemi duke jetuar aktualisht. Për këto besoj do të flasim edhe në pjesën tjetër të emisionit. Rruga, viti 2006 nga Cormac McCarthy. Kryevepra e autorit, një roman post-apokaliptik meditativ që ndjek udhëtimin e një babai me djalin e tij nëpër një peizazh të shkatruar dhe të mbushur me hi, të djegur për tokë. Fituesi Pulitzer i vitit 2007, Rruga është një rrëfim minimal, por me një thellësi të jashtëzakonshme mbi dashurinë, përgjegjësinë morale dhe shpresën në një botë ku gjithçka duket e humbur. Stili i thjeshtë dhe i përzgjedhur i McCarthyt pasqyron kërkimin e kuptimit dhe të vlerave njerëzore.